Qito veshje popullore tonat janë ndër ma të vjetra në krejt Ballkanin, e disa thonë që janë direkt prej Ilirëve. Kostumet tradicionale janë një modë në veti, detajet mrekullueshme edhe çepje të jashtëzakonshme. Veshjet popullore janë padyshim një nga manifestimet më të fuqishme të kulturës tradicionale. Stili burrave kryesisht ndahet në çito lloje. Fustanella, fundi bardh me 1000 rruga. Tirçe, simbol i burrërisë edhe i trimërisë. Edhe brekesha, pantolla xhona për ditë të çelët në kato. Aksesorët, plot, unoza, armë të arit, pipa e kuti cigaresh, edhe patjetër hise. Për gratë, veshja s'ka qenë veç tesha, po tregim. Gjubleta është legjenda e veshjeve shqiptare me rrënjë prej Alpeve. Dy futa, përpase përpara edhe mrapa, praktike, po edhe simbolike. Edhe dimjat i dim krejt. Moda jonë s'është thjesht pamje, është histori, kulturë edhe identitet. Madje edhe Met Gala mban disa nga teshat tradicionale shqiptare. E përveç kësaj, shumë artiste kanë arrit me kombinu veshje tradicionale me veshje moderne, që mu personalisht më ka pëlqy shumë. Një shembull është veshja e Alicia Keys në Grammys, edhe që kjo influencere që ka vendosur me shku në Coachella me këtë super dukje. Nëse don me ditë ma shumë për fesaret tona kulturore, subscribe në Radio Urban FM 103.5 në YouTube.